Natyrisht, në këtë linjë logjike, unë do të thoja që në zgjedhjet e 2021-shit ishte revizuar ideja që do të kishte ndryshim pushteti. Dhe për të qenë sinqert me njëri tjetrin, pak a shumë u kuptua edhe roli ndërmjetësues, ta quajmë, por edhe pak urdhërues i partnerëve ndërkombëtar përpara zgjedhjeve. Ku, si të thuash, u krijua një ide që, duke qenë se ata janë shumë të qartë, që në shtete monokratike, siç e përmendëm pak më përpara, autoritare, nëse do ta lësh vetëm me forcat e brendshme, këtu sundimi mund të vazhdojë pafund. Në shoqëri që drejtohet nga qeveri dhe kryeministra apo president autokratik, nuk ka ndryshim pushteti. Demokracia nuk funksionon nëse qeveria, partia në pushtet i vë vetes qëllim të mbajë pushtetin me çdo kusht. Të rinë pushtet është, po, qartë. Dhe natyrisht, ky nuk është fenomen shqiptar, ky është fenomen për të gjitha ato shtete të cilat karakterizohen nga shtetet autoritare, monokratike, pavarësisht se logën mund ta kenë demokratike. Prandaj duhet kjo ndërthurje, ky bashkëpunim që folëm që në fillim, që sigurisht roli kryesor është i qytetarit për të marrë përgjegjësinë që jep demokracia është përgjegjësi. Çdo liri është përgjegjësi, pra për të zgjedhur me votë të ardhmen e vet, të fëmijëve të vet, familjes vet, të ardhmen e Shqipërisë dhe jo për të skllavëruar për atë 24 orë për të ndjekur nga pas një establishment korruptuar dhe autokratik. Por në kushtet ku ndodhet Shqipëria, me problemet që kemi, me problemet e shprehjes lirë, të mendimit lirë, të medias lirë, të patronazhimit politik në kuptimin negativ të fjalës, pa diskutim roli i partnerëve ndërkombëtar është shumë i rëndësishëm dhe unë e shoh këtë rol të dyfisht, e shoh pa diskutim në vlerësimin që i bëjnë indekseve të demokracisë, institucioneve shqiptare që janë tërësisht negative, e shoh në mënyrë dhe më të rëndësishme dhe më efektive dhe më të prekshme dhe nga qytetarët shqiptar tek mbështetja që japin strukturës posaçme antikorrupsion në veçanti, drejtësisë së pavarur në përgjithësi, për t'i dhënë fund praktikës së mbrojtjes së korrupsionit dhe për të goditur, për të vënë para ligjit dhe para hekurave zyrtarët e korruptuar të niveleve të larta, pavarësisht prej ngjyrave politike. Po, unë jam shumë dakord me këtë përgjithësim, me këtë sintezë që u bë, dhe duke ecur në këtë drejtim, u krijua ideja që në 2021-shin Shqipëria do të kishte ndryshim pushteti dhe mbase mund të ishte edhe arritur dhe një marrëveshje midis kryesorëve të politikës shqiptare, përfshi dhe ju në këtë rast, në të cilën Shqipëria do kalonte në mënyrë normale të qetë për të bërë atë rotacionin e pushtetit, të natyrshëm për demokracinë, por siç duket diçka cedoi, diçka u prish. Diçka shumë e rëndësishme. Pikërisht. Mos vallë zoti Rama në këtë marrëveshje që mund të ishte edhe e heshtur, po e mirë kuptuar me palët, me garant partnerët ndërkombëtar, me në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka prishur një marrëveshje, si të thuash, të pranuar të rregullat e të lojës të kalimit paqësor të pushtetit. Pa pikë dyshimi që po. Dhe jo vetëm kaq. Zoti Rama ka funksionuar si një ekosistem edhe me lojtarë të tjerë të vjetër të tranzicionit për të penguar jo thjesht rotacionin dhe ndryshimin, por një farë mënyrë edhe kalimin e stafetës tek një brez i ri. Sepse, siç e thatë, ndër aktorët kryesorë politik në vend, unë jam i vetmi që i përket një brezi të shkolluar jashtë influencës komunizmit në perëndim, të formuar me normat dhe parimet e perëndimit dhe që kam patur dhe kam si synim kryesor jetësimin e këtyre normave në shtetin shqiptar si garanci për drejtat dhe liritë themelore të qytetarëve shqiptar. Pra, gjithçka që unë jam dhe besoj është në kurs përplasje me gjithçka që zoti Rama dhe shkolla politike e këtyre 35 viteve në Shqipëri, edhe e tjerëve para zotit Rama, besojnë. Ata besojnë se qytetari do t'i imponohesh në një formë apo një mënyrë tjetër duhet t'i imponohesh. Se qytetari dhe grupet e interesit duhen trajtuar si vartës. Se shkolla e tyre politike, cila buron për fat keq nga shkolla politike e diktaturës që kemi në pas 3 dekada gjysmë më parë, nuk e shikon raportin e politikanit e shërbysit publik si një raport të drejt për drejt me qytetarin, por si një raport superioriteti me qytetarin si inferior, si klient
i pushtetit dhe jo si faktikisht mbartësi i vullnetit për të krijuar pushtetin. Dhe këtu është dhe përplasja themelore që kemi me njëri tjetrin. Zoti Rama është ndjerë dhe ndihet i kërcënuar në kjo mendësi që unë dhe demokratët Euroatlantik, koalicioni Euroatlantik, po jo vetëm, shumë të tjerë kemi. Dhe partneritetin e gjeti tek të ngjashmit e tij. Me ta ndërtoi një kurs veprimesh i cili u shpalos me shpejtësi në veçanti pas shtatorit 2021, që kishte për qëllim ruajtjen e status quo-s, atë që unë e kam pakzuar si trekëndshi i Bermudës, pra që është ruajtja e status quo-s dhe e pozitave të pushtetit politik, pushtetit ekonomik, pushtetit mediatik, të tre aktorëve të vjetër të tranzicionit. Pa diskutim personi në pozitat më komode këtu është Edi Rama, sepse duke u mbajtur të dy aktorët e tjerë, ai përpiqet të garantojë pushtetin me devizën e famshme nuk jam më i miri, por nuk kam më të mirë se unë, sepse krahasimin e bën pikërisht me dy aktorët e tjerë, të cilët dihet që kanë një konsum total të ciklit tyre politik, po kështu dhe zoti Rama, dhe janë në hyrje të një cikli tjetër që është cikli i përgjegjësive penale. Pra këtu është e qartë që zoti Rama jo thjesht shkeli rregullat e lojës, por u angazhua aktivisht dhe mbetet i angazhuar aktivisht kundër investimit qytetarëve shqiptar rreth parë, por dhe investimit faktorit Euroatlantik, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë së Madhe dhe Bashkimit Evropian për ta nxjerrë Shqipërinë nga kthetat e tranzicionit, për ta nxjerrë nga etiketa e demokracisë hibride, ekonomisë pjesërisht konkurruese dhe e zbatimit pjesërisht të ligjit dhe për ta futur në atë trajektore ku duhet të futet një vend që është nisur për antarësinë plot në Bashkimin Evropian. Kjo është thyrja që psoi Shqipëria në 2021, pasojat të cilës çdo qytetar i ndjen lëkurën e vet, në portofolin e vet, në tryezën e vet dhe në familjen e vet.